Në ambientet e xhamisë Ebu Bekër në Shkodër u çel këtë të martë edicioni 4 i kursit veror buzëqesh, që organizohet nga Myftinia Shkodër për fëmijët e moshës 6 deri në 12 vjeç. Zëvendës Myftiu Arben Halluni u shpreh se ky kurs nuk është vetëm një hapësirë edukative, por edhe një nisëm që synon argëtimin e fëmijëve, ndërsa dha edhe një mesazh për prindërit. Myftinia Shkodrës ka nisur startuar edicionin e 4 të kursit veror, kampit veror ndryshe, që organizojmë çdo vit dhe ky është edicioni 4 të radhazi. Jo vetëm në xhamin e madhe Ebu Bekër, por edhe në xhami dhe qenet e tjera të Shkodrës. Janë kurse intensive, 3 javore, 1 mujore, të moshave të ndryshme. Edhe ky kurs që ka një kombinim midis mësimit dhe artimit, ka për qëllim për të krijuar këtë atmosferë të gjerë edukative, por jo vetëm, edhe zhvillimin e disa lojrave zbavitëse, argëtuese për fëmijët tanë. Deri tani janë të regjistruar mbi 70 fëmijë dhe presim që të rritet numri. Janë të moshave nga 6 deri në 12 vjeç, se ky është një brez shumë i rëndësishëm për të edukuar. Me këtë rast unë i bëj thirrje prindërve që vera nuk është një periudhë pushimi, por është një mundësi edukimi. Dhe prandaj mos i lini fëmijët në mëshirën e rrjeteve sociale apo të rrugëve, por t'i sjellin në këto mjedise qetësuese, edukuese, ku mblidhen vlerat edukative, të dijes, por edhe të artimit. Edhe fëmijët treguan entuziazmin e tyre për të qenë pjesë e këtij kampi. Më pëlqejnë lojrat e kampit, ngjyrat, vizatimet dhe loja ngjyre. Po, kam edison që i kam për klaset. Ma shumë pëlqen me lujt në 4 kone. Edhe mësëse Isra, panlojna shumë bukra dhe kam qifqi dhe pas mësuse për çdo herë në kamp. Më pëlqen këndi i lojrave, sepse mësëse Isra i bën shumë të bukra lojrat. Boliboli. A ki donë shoqe e këto? Po. Po, disa fëmijë kam pasur edhe në klasë. Mbi 70 fëmijë do të marrin pjesë në kampin veror, që do të zhvillohet për rreth 3 javë më radh në qytetin e Shkodrës dhe jo vetëm.